Përshëndetje shikues të Fax News, mirë se erdhët në këndin e intervistës. Unë jam Fatime Baçi dhe bashkë do të zhvillojmë një intervistë me historianin Olsi Yazexhi. E kemi ftuar këtë të fundit për shkak të sulmeve që po bëhen tashmë në Iran nga Izraeli dhe nga SBA-ja. Të dyja këto kanë vendosur që të sulmojnë Izraelin, por Iranin, por Irani sigurisht nuk ka ngelur pasi më njëherë pas këtyre sulmeve ka vendosur që të sulmojë edhe ai disa ambasada amerikane në vende të ndryshme. Zoti Yazexhi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit. Si e shikoni ju pozicionin e Shqipërisë në këtë kohë lufte që është në Iran? Them këtë për shkak edhe të projekt rezolutës që zoti Rama solli në një farë mënyrë në urgjencë në Kuvend dhe miratoi me 79 vota pro, me një abstenim që ishte Redi Muçi. Ndërkohë nga ana tjetër, opozita edhe pse nuk ishte e pranishme në seancën plenare, ka vendosur të reagojë po prap kundër Iranit, por në një status Facebook dhe nuk kishte prap votën në parlament. Tani, lufta që Izraeli nisi kundër Iranit në datën 28 shkurt, po përshkallëzon dhe po bëhet një luftë rajonale tashmë. Nga që lufta përveç se ka përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin, të cilët janë duke bërë bombardime masive kundër Republikës Islamike të Iranit, edhe Irani është duke u përgjigjur, duke goditur, sikur ju përmendët, bazat, ambasadat, konsulatat, interesat, bizneset amerikane dhe izraelite në lindjen e mesme. Po kemi bombardime nga të dy anët të puseve të naftës dhe të gazit, gjë e cila po sjell një krizë globale të naftës dhe të gazit. Dhe Irani, duke qenë që është fuqi inferiore nga ana ushtarake me SBA-n dhe Izraelin, ku të dy këto vende janë fuqi nukleare, Irani është duke përdorur armën ekonomike, ka mbyllur ngushticën e Hormuzit, faktor që po ka impaktin e saj në të gjithë botën, duke përfshirë edhe Shqipërinë. Tani Shqipëria përveç se dhe po vuan nga impakti i rritjes së naftës dhe të çmimeve të tjera, se do të kuptojmë që në ekonomitë e sotme moderne nafta është arteria kryesore e zhvillimit ekonomik dhe prej asaj kemi reaksion zinxhir të gjithë çmimeve të tjera. Përveç saj, Shqipëria është e përzierë në këtë konflikt që nga viti 2016, kur qeveria Rama e asaj kohe pranoi që të strehojë në vendin tonë bazën e mujahidinëve iranian. Shqipëria është bërë pak a shumë palë në konflikt, është bërë palë me Izraelin dhe me Amerikën kundër Iranit. Mujahidinët iranian nga baza e tyre në Manës kanë drejtuar sulme terroriste kibernetike kundër Iranit. Dhe përveç kësaj, fakt që domethënë e ka shqetësuar prej vitesh qeverinë e Republikës Islamike, po për më tepër rezoluta që u kalua në Parlamentin Shqiptar përpara 2 ditësh, nëse s'jam gabim, shton edhe një pjesë tjetër të armiqësisë të panevojshme që Shqipëria ka bërë me Republikën Islamike të Iranit, duke e shpallur ushtrinë iraniane, që është Garda Revolucionare Iraniane dhe Hezbollahin si organizata terroriste. Parlamenti Shqiptar, qeveria e Edi Ramos, i përgjigjen një kërkese që i erdhi nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Kjo kërkesë u bë fal dëshpërimit që po kanë amerikanët në këto momente, nga që ata nuk dinë se çfarë të bëjnë me Iranin, nga që konflikti që nisi në datën 28 shkurt nuk nisi nga amerikanët, nisi nga izraelitët, por ky konflikt i cili nuk po ndalon, iranianët nuk duan të ndalojnë luftën, po krijon një krizë shumë të madhe e cila rrezikon stabilitetin e qeverisë amerikane, por edhe zgjedhjet që vinë në nëntor. Amerikanët janë të shqetësuar, ata po i apelojnë gjithë botës kush mundet që të bashkohet me ta kundër Iranit. Por janë shumë pak vendet që janë bashkuar. Janë shumë pak vendet. Shqipëria, Kanadaja edhe Izraeli, vetë Izraeli pra. Po, këto vendet e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, këto kanë refuzuar kërkesat e Trumpit,
Biles përpara 3 ditësh Britania e Madhe, Gjermania dhe Franca i thanë administratës Trump që ne nuk do hymë në luftë me Iranin. Kurse Shqipëria, domethënë, si pasojë e ndoshta provincializmit të politikanëve shqiptar, nga që nuk kuptojnë politika ndërkombëtare, rreziqet që mund t'i vinë në vendit, ndërmorën një hap i cili e ka bërë Shqipërinë palë në konflikt. Dhe unë besoj që nga pala iraniane në këto momente Shqipëria shihet sikur shihet Izraeli dhe Amerika, fakt i cili vën në rrezik sigurinë e qytetarëve shqiptarë dhe edhe stabilitetin në vendin tonë. Mendoni se i është kërkuar Ramës kjo, sepse u pasi me një urgjencë të madhe? Po, është kërkuar. Sjellja në parlament është kërkuar nga që kërkesa e sekretarit amerikan shtetit Marco Rubio u botua nëpër media të ndryshme dhe ishte kërkesë amerikane. Por normalisht vendet që kanë pak dinjitet dhe pavarësi kombëtare ju përgjigjen amerikanëve me një jo, por në Shqipëri ku domethënë politika jonë e jashtme përdoret si domethënë si një dorovitje për t'i bërë qefin të huajve, pa marrë parasysh cënimet dhe rreziqet që i vinë kombit, u bë kjo rezolut e cila do ketë një impakt negativ afatgjatë për figurën e Shqipërisë, jo vetëm në lidhje me Iranin, por edhe në lidhje me mënyrën se si Bashkimi Evropian, Evropa, NATO na shikon ne. Domethënë, Shqipëria nuk ka një politikë të unifikuar me Evropën. Shqipëria, domethënë, po sillet sikur të jetë një vend ekstremist, sikur është Izraeli në Lindjen e Mesme, pa marrë parasysh politikat që ndjekin fqinjët tanë, Greqia, Italia, Franca, Kroacia, të cilët i kanë thënë jo si Izraelit ashtu edhe Amerikës. Po, mbi të gjitha, kush po fiton nga kjo përplasje, nga kjo luftë? Në luftra nuk ka asnjëherë palë të fituar. Të gjithë janë të humbur. Por kjo luftë vjen si pasojë e çmendurisë që kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka. Ai është një kriminal lufte, një person i cili kërkohet nga gjykata ndërkombëtare penale për krime kundër njerëzimit. Regjimi i Izraelit nga viti 2023 deri në 2025 kreu gjenocid në Gaza, ku vrau rreth 100.000 njerëz dhe gjymtoi gjysmë milioni palestinez. Dhe është regjimi Netanyahut i cili është i obsesuar me zhdukjen e islamit, e popujve musliman. Për personat që studiojnë historinë e lindjes mesme, unë jap historinë e lindjes mesme në Malajzi, personat që lexojnë librat e Netanyahut, ka një libër Netanyahu që e ka botuar në vitin 1995 me titull Fighting Terrorism, apo lufta kundër terrorizmit. Të gjitha luftrat që ne shohim që janë bërë në botën islame, lufta kundër Irakut, destabilizimi i Egjiptit, përmbysja e regjimit në Siri, lufta kundër Libis, Sudanit, Somalis, janë të gjitha luftra që Netanyahu i ka projektuar dhe ai vazhdon me fanatizëm. Domethënë Netanyahu do që popujt musliman të mos kenë mbështetje, por mundësisht të kthehen në epokën e gurit, në mënyrë që Izraeli t'i sundoj muslimanët dhe të krijojë atë që njihet si Eretz Izrael, apo Izraeli biblik, Izraeli i madh, i cili do shtrihet nga Egjipti deri në Irak. Por si sulmet kibernetike ndaj Shqipërisë nuk kanë qenë të pakta, por kjo e fundit ka qenë edhe para pak ditësh, por të gjitha këto sulme kibernetike që do i bëhen Shqipërisë janë atribuar në një farë mënyrë Iranit. A ka vërtet, mendon që ka vërtet Irani gisht apo është dikush tjetër që tani dëgjoj në Shqipëri shpesh përdoren fatkeqësi për qëllime politike. Deri sot e kësaj dite nuk ka asnjë pranim nga qeveria e Republikës Islamike të Iranit që ata kanë sulmuar Shqipërinë. Nuk ka asnjë provë shkencore që Irani e ka sulmuar Shqipërinë. Biles edhe Departamenti Amerikan i Shtetit në vitin 2022 kur Shqipëria u bë prej sulmeve kibernetike, në deklaratën që ka patur në faqen e tij zyrtare, ka thënë që Shqipëria u sulmua nga element të sponsorizuar nga Irani. Por edhe pala amerikane, domethënë qeveria amerikane nuk
ka thënë që e ka sulmuar Irani Shqipërinë, do të jemi korrekt nga ana faktuale, por qeveria amerikane mendon që mund të jenë element të sponsorizuar nga Irani. Por puna është që deri sot e kësaj dite, si pala amerikane, si shqiptarët që nuk dinë asgjë, nuk kanë dhënë asnjë provë që është Irani. Dyshimi personal është që mbrapa këtyre sulmeve kibernetike ndoshta fshihet Izraeli, nga që duhet shohim shkakun dhe pasojën. Domethënë në shkencat politike, por edhe kriminologjinë, ne shpesh mundohemi të shohim se kush përfiton nga një krim që bëhet. Dhe në rastin e Shqipërisë, vendi që përfitoi ishte Izraeli dhe jo Irani. Irani humbi nga sulmet kibernetike. Kush ishte humbja e Iranit? Numër 1, Shqipëria prishi marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe do bëj ambasadën iraniane nga këtu. 2, ajo që ndodhi në 2022 ishte një kërkesë që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ja bëri Ramos që në 2018. 3, është që Izraeli apo kompanitë izraelite përfituan nga Shqipëria 540 milion euro, të cilat nëpërmjet akshit të famshmit të Ergys Agasi u bën tendera fiktiv pa patur palë që të merrnin pjesë në këto tendera, dhe këto tendera ju dhanë kompanive izraelite. Pra çfarë shihet është që e gjithë kjo gurguleja, sikur po na sulmon Irani etj, duket se është bërë me qëllim që e para t'i hidhet syve publikut e të thuhet na shiu Irani dhe duhet bëjmë diçka, por sikur kanë treguar edhe hetimet e Spakut, në justifikimin e Iranit janë vjedhur me miliona dollar. Tani kush i bën sulmet kibernetike? Unë kam fol me kolegë të kryeministrit, njerëz që merren me sigurinë kombëtare, dhe më kanë thënë që nuk është Irani që na ka sulmuar. Domethënë edhe vetë kryeministri Rama e di, por kjo përdoret për shkak të propagandës që Izraeli kërkon që Shqipëria të bëjë kundër Iranit, dhe në anën tjetër kjo përdoret për të vjedhur para. Olsej, përpara mbylljes së ambasadës iraniane, siç e përmendit ju, si kanë qenë marrëdhëniet me Shqipëri-Iran, pra kanë pas marrëdhëniet e mira dhe a ka sponsorizuar, a ka investuar Irani në Shqipëri apo në Ballkan? Marrëdhëniet e Shqipërisë me Iranin kanë qenë fantastike, sidomos që kur ka rënë komunizmi në 1991 deri në 2022, megjithëse këto marrëdhënie patën fërkime në 2016, kur Shqipëria pranoi që të strehonte grupin e terroristëve Mujahidin. Irani ishte shumë i pakënaqur nga kjo. Megjithatë, Irani ka investuar me ndoshta miliona dollar në Shqipëri. Unë përpara se të vija në studion tuaj, isha në TVSH-jak, ku Bejdo Malo më përmendi ndër të tjera që Irani ka paguar Baba Mondin e kryegjyshatës, Dritroa Gollin, shumë poet dhe intelektual shqiptar. Irani ka organizuar sa konferenca, seminare, janë botuar libra, punime akademike mbi marrëdhëniet kulturore shqiptaro-iraniane. Në Iran, Naim Frashëri, që është heroi kombëtar i Shqipërisë, është shpallur pak a shumë heroi përbashkët. Biles në Iran ka edhe një pull postale në emër të Naim Frashërit. Dhe Irani ka investuar shumë në Shqipëri, nga që ata e shikonin Shqipërinë si pjesë e arealit të tyre kulturor. Domethënë, ashtu sikur iranianët e shohin fjala Pakistanin, Afganistanin, Tadjikistanin, ashtu e shikonin edhe Shqipërinë. Dhe këtu një fakt me shumë rëndësi ka patur komuniteti Bektashian. Bektashianët kanë fenë iranianëve, janë shiit. Dhe nëse dikush viziton kryegjyshatën, që nga ato fotot e ndaja të Imam Aliu, të Qerbelas, janë të gjitha iraniane, i kanë sjellë iranianët këtu. Dhe dua të them që iranianët e shikonin Shqipërinë si një vëlla të vogël në Ballkan, dhe iranianët përveç investimit në fushën e shkencave kanë investuar në arsim, kanë patur shkolla këtu, dhe kanë shkolluar me qindra qytetarë të Shqipërisë në Republikën Islamike të Iranit, të cilët sot punojnë që nga policia antiterrorit në Ministri të Brendshme, në SHIK, në për ministri të tjera. Kemi patur nën kryetar bashkie që është shkolluar në Iran, dhe kemi marrëdhënie edhe familjare, ka shumë shqiptarë që janë martuar me iranian, që kemi familje shqiptaro-iraniane. Pra investimi i Iranit ka qenë masiv, dhe prishja e marrëdhënieve diplomatike që ndodhen me Iranin në 2022
erdhën si pasojë e agresionit Izraelit. Domethënë, kryeministri Rama e lejoi Shqipërinë që të përdorej si vend bedel nga Izraeli për të bërë një luftë nga e cila shqiptarët nuk përfitojnë, por kanë humbur miliona dollar. Domethënë, milionat e dollarëve që janë dhënë Akshit dhe kompanive izraelite janë lek të taksa paguesve shqiptarë. Edhe në këto momente që është rritur çmimi i naftës, që do rriten ushqimet, të gjitha këto janë haraçe që shqiptarët i pagojnë për Izraelin, sepse është Izraeli ai që bën luftra dhe shqiptarët për fatin ton të keq kemi pak a shumë të njëjtin fat që kanë palestinezët, libanezët, irakenët, sauditët, katarezët, ku të gjitha këto vende myslimane po vuajnë nga politikat kriminale të Izraelit. Po, sepse pavarësisht të luftës që Izraeli po bën ndaj Iranit, ndaj Gazës nuk ka ndaluar asnjë sekond, edhe nga Libia po ashtu vazhdojnë sulmet izraelite. Po muslimanët shqiptarë, pasi ti takon muslimanë shqiptarë, si qëndrojnë këtij vendimi që mori zoti Rama kundër Iranit? Muslimanët shqiptarë janë shumë të pakënaqur. Unë kam folur me hoxhallar, me myftiler, por nuk i nxjerr dot emrat e tyre, se ata tremben për sigurinë e tyre. Janë shumë të pakënaqur. Domethënë, në për xhami që unë shkoj, që takoj besimtar, ka një entuziazëm shumë të madh pro Iranit, po jo vetëm besimtarët. Domethënë, unë shoh në për forumet sociale njerëz që nuk kanë lidhje me fen, shumë miq të mi që janë të krishterë ortodoks. Edhe duhet dim që Irani me këtë luftë që po bëhet në këto momente, ku Irani po i reziston agresionit amerikano-izraelit, është bërë një nga vendet më të famshme të planetit. Domethënë, ne shohim protesta pro Iranit nga Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe. Në Greqi po bëhet nami, biles kryetari i partisë Siriza kishte dalë në një protestë përpara disa ditësh me foton e Ayatollah Khamenei. Dhe Irani po shihet pak a shumë si një Robin Hood i kohëve moderne, si një komb i cili po i reziston agresionit të Izraelit. Volsi, përveç Shqipërisë, Irani ka ndonjë përplasje me Kosovën për shkak se kosovarët në një farë mënyrë janë kundër Iranit për shkak se Irani nuk e njeh shtetin e Kosovës. Ka pasur ndonjëherë dëshirë e Iranit për të njohur shteti i Kosovës? Irani ka dashur që ta njohë Kosovën dhe kjo ka ndodhur në vitin 2013, sepse kam një mik, domethënë në Kosovë, që ka qenë pjesë e negociatave. Dhe kjo ka ndodhur në kohën e qeverisës Bexhet Pacollit, kur ai ka qenë kryeministër. Irani ka qenë i gatshëm që do ta njihte Kosovën si shtet. Duhet kujtojmë që Irani investoi shumë në Kosovë, ka shkolluar me qindra qytetarë të Kosovës në Iran. Ka hapur fondacione në Kosovë, ka ndihmuar të varfrit, ka ndihmuar jetimët. Dhe njohja nga Irani do të ishte kryer, por ishin amerikanët që nuk e lanë këtë gjë. Pra, ajo që thuhet që është fake news apo disinformacion që thuhet nga disa persona që thonë Irani nuk e njeh Kosovën, nuk është e vërtetë. Irani do ta njohë Kosovën, por Kosovën nuk e lejojnë që të njihet nga Irani. Në vitin 2013 Kush e pengon? Amerikanët. Në vitin 2013 u bë gati një delegacion i cili duhet të shkonte në Teheran dhe parlamenti i Iranit zyrtarisht do të vendoste marrëdhënie diplomatike me Kosovën, do hapnin ambasadën në të dyja vendet. Amerikanët me izraelitët e ndaluan këtë gjë nga që ata nuk duan që Kosova të njihet nga Irani, nga që duhet të kuptojmë diçka që nëse Irani njeh Kosovën, do ketë edhe shumë vende të tjera që do ta njohin. Se Irani ka shumë aleat. Një vende fjala bie që nga Taxhikistani, Afganistani, Libani dhe shumë vende në atë që njihet the Global South, si Venezuela e tjerë. Pra, njohja e Iranit do të ishte një fitore masive për shqiptarët e Kosovës, për Republikën e Kosovës, por janë amerikanët dhe izraelitët, ata që nuk i lejojnë kosovarët që të vendosin lidhje me botën islamike. Se do të kujtojmë diçka tjetër, që në luftën e Bosnjës, faktori iranian ka qenë faktori kryesor në shpëtimin e myslimanëve bosnjak. Garda revolucionare iraniane ka qenë në Sarajevo, ku e furnizonin Bosnjën me armë për të përballuar gjenocidin serb.
Dhe e njëjta gjë ndodhi edhe në 1999. Antarë të Gardës Revolucionare Iraniane kanë ardhur në Kosovë dhe i kanë dhënë luftëtarëve të UÇK-s armë, para, municione dhe ndihma nga më të ndryshmet. Por në luftën e Kosovës, amerikanët dhe izraelitët që kishin planet e tyre nuk lejuan investimin iranian nga që donin që luftën ta kontrollonin ata. Po Partinë Demokratike, si e shikon kundrejt Iranit? Sepse pavarësisht mos miratimit në kuvent të kësaj rezolute, duket se qëndrimet janë të qarta të Partisë Demokratike, jo vetëm të liderit të opozitës, zotit Berisha, por edhe deputetëve Tritan Shehu, deputetët e tjerë. Tani në Partinë Demokratike ka disa... Dhe një koment për Redi Muçin, të lutem, për abstenimin që bëri në... Tani në Partinë Demokratike ka disa elemente ekstremistë, sikur Tritan Shehu e të tjerë, të cilët urrejnë Islamin dhe myslimanët. Dhe ata do sillen kështu. Por nëse shohim historinë e kryeministrit Sali Berisha ka patur marrëdhënie të shkëlqyera me Iranin. Iranianët i kanë qëndruar Shqipërisë pranë, sidomos në vitet 90. Klinika iraniane ka qenë nga dhuratat e para që Irani i bëri qeverisë Berisha. Dhe në kohën e Berishës ishte Berisha ai që i solli iranianët në Shqipëri. Dhe duhet kujtojmë diçka që në vitin 1997, kur ra regjimi i Berishës, ishte Irani ai që indirekt e shpëtoi Berishën, si e shpëtoi shefi i shikut të Berishës, Bashkim Gazidete, i cili u arratis për në Turqi, do të merrej nga iranianët, do të ruhej dhe do të çohej në Siri. Pra në një farë mënyrë, arsyeja pse Sali Berisha sot është i gjallë dhe nuk është në burg, se po të arrestoi Gazidete, ndoshta edhe Berisha ishte fal Iranit. Por deklaratat që bën Berisha, unë besoj bën nga frika që ai ka nga amerikanët dhe kompleksi inferioritetit. Por arsyeja që opozita nuk mori pjesë në votimin e rezolutës tregon shumë. Tregon që Berisha nuk është i kënaqur me këtë, por nuk ka çfarë të bëjë. Se tek e fundit fare nëse shohim pozita e Berishës sot përballë amerikanëve, është pak a shumë sikur pozita e Ali Khamenei. Berisha është non grata nga amerikanët. Kuptohet, izraelitët nuk e vrasin me dron, nga që nuk është i rëndësishëm, por ai është non grata. Ndërsa për Redi Muçin duhet thoja që nga partitë vetme opozitare që janë në Shqipëri, vetëm lëvizja Bashkohu është një lëvizje e cila me të vërtet shqetësohet për interesin kombëtar të shqiptarëve dhe është e vetmja lëvizje që nuk i ka frikë amerikanët. Dhe deklaratat e Redi Muçit ishin me të vërtet për t'u lavdruar. Olsi, jemi drejt fundit. Një mesazh ose çfarë do thonit ju për Shqipërinë sot dhe a jemi vërtet të prekur ne nga kjo luftë, jemi të rrezikuar? Unë do doja që t'ja apeloja atyre që kanë fatet e Shqipërisë, domethënë politikanëve, që mos të luajnë rulet ruse me fatet e Shqipërisë. Domethënë ne shqiptarët vetëm një vend kemi dhe këtë vend duhet ta ruajmë. Domethënë Shqipëria nuk ka interes të hyjë në luftë me Iranin, të shpalli luftë Iranit, ta shpalli terroristët iranian. Se kjo domethënë është që ti biesh në qafë dikujt që nuk po të bie në qafë. Po jo vetëm kaq, kjo do thotë është ti biesh në qafë dikujt që të ka mbajtur me buk. Irani ka punësuar me mira shqiptarë nga viti 1991 deri në 2022. Janë paguar poet kombëtar, deputet Partisë Socialiste, domethënë numri 2 i Partisë Socialiste. Domethënë ka emra? Po nuk do të përmend emra, po e përmenda drejtora Gollin më herët, që thash u përmend në emisionin e Bejdo Malos. Dhe domethënë populli jon ka një thënie që unë me bukë ti me gur, domethënë Irani ka mbajtur me bukë shqiptarët. Dhe kjo që bëri Partia Socialiste është që përmbush atë thënien që thot populli të ha bukën dhe të përmbys kupën. Dhe kjo që po bën Partia Socialiste në këto momente për mua është diçka shumë e turpshme, e para. E dyta, do na dënoj historia. E treta, do të kuptojmë diçka që Irani është vendi më i madh i lindjes mesme. Irani është aty, do ngeli aty. Irani është një nga furnizuesit kryesor të botës me naftë. Në Shqipëri, kompanitë e naftës që nga kompania Qet Kastratit e tjerë, shpesh kanë blerë naftë iraniane. Në këto momente që ka një krizë globale për naftë, Irani po i shet naftë vetëm, domethënë e ka mbyllur kanalin e Hormuzit dhe vetëm Irani po shet naftë dhe i shet atyre vendeve që ka interes.
sikur këta politikanët shqiptarë ta donin popullin dhe të donin që naftat e ne mos shitet me 2100 lek, 2200 lek litri, por të shitej me 1400 apo edhe me 1000 lek, këta duhet të mbanin marrëdhënie të mira me Iranin, të çonin cisternat e tyre në ngushticën e Hormuzit dhe të blenin naftë me të lirë sikur blenë kinezët dhe indianët. Por për fatin tonë të keq, politikanëve tanë nuk i dhimbse populli shqiptar, nuk i dhimbse në xhepat e shqiptarëve. Olsi, faleminderit që ishit pjesë e kësaj interviste. Shikues të Fax News, bashkë do ta mbyllim dhe do të ndjekim një hapësirë publicitare. Mirupafshim.